Qyteti i Përmetit hedh një hap të rëndësishëm me hapjen e qendrës së re të rikuperimit të materialeve të riciklueshme, financuar nga projekti i BE-s, BE për ekonominë qarkulluese dhe qytete të jetueshme, në bashkëpunim me Gjermaninë. Qendra e ndërtuar me ekspertizën e GIZ do të grumbullojë, ndajë dhe presojë materiale si plastika, letra dhe metali, duke i mbajtur larg landfilleve, lumenjve dhe natyrës. Këto materiale të riciklueshme mund të shiten më pas tek industria e riciklimit, duke ndihmuar bashkinë të mbulojë kostot operative dhe madje të gjenerojë të ardhura. Ky investim mbron mjedisin dhe shëndetin publik, ndërsa mbështet Shqipërinë në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, veçanërisht në kuadër të kapitullit 27, mjedisi dhe ndryshimet klimatike. Përmeti po tregon se si mund të duket e ardhmja e ekonomisë qarkulluese në Shqipëri. Kjo qendër e re mban mbetjet larg lumenjve dhe landfilleve, krijon mundësi ekonomike dhe mbështet rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Tregon se kur komunitetet lokale, BE-ja dhe partnerët tanë punojnë së bashku, ndryshimi bëhet realitet, të ambasadori i Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato.